Atëherë të nderuar përfaqësues të mediave, jam këtu me deputetën në kryetaren e grupit parlamentar, doktoreshën Time Kadriaj, për të përquar një qëndrim politik të grupit parlamentar të Aleancës për Armiqnin e Kosovës. Për ne si grup parlamentar, mendojmë se seanca e dytë as nuk duhet të mbahet, as nuk duhet të nisë. Për shkak se kjo seancë përfaqëson një vazhdim të sulmit ndaj institucionit më të lartë të Republikës Kosovës, të Kuvendit Kosovës, vendit ku ulen përfaqësues të popullit të zgjedhur nga qytetarët e Kosovës. Nuk duhet dhe nuk do të lejojmë që të rrezikohet dhe të dëmtohet më tej rendi kushtetues. Nuk mund dhe nuk duhet të legjitimohet logjika parti-shtet, për shkak se ne nuk jemi në një sistem monist, një partijak, por jemi në një demokraci parlamentare e cila kërkon vetdije dhe përgjegjësi demokratike. Demokracia nuk funksionon mbi imponim, po mbi diskutim, mbi marrëveshje, mbi kompromis dhe konsenzus dhe respekt njëri ndaj tjetrit. Dje, kryeministri foli gjatë, e përdori foltorën e kuvendit për një diskutim politik mbrana partijak. Ai foli edhe për 3 emra të cilët do të ishin unifikues. Megjithatë, qytetari i Kosovës e pa qartë se ai as nuk u konsultu me partitë të cilat i thriste për diskutim, as nuk diskutoj me ta, po në mënyrë arbitrare i solli në kuvend 2 emra tjerë. Kjo çështje vetëm unifikuese nuk është. Kjo çështje është përjashtuese. Ne si subjekt politik besojmë se Kosova meriton më shumë. Propozimi ynë i parë është që doktoresha Feride Rushiti të tërhiqet nga kandidatura e saj për shkak se po bëhet pjesë e një procesi të munduar politik, i një procesi i cili është duke rënuar rendin kushtetues. Po mbukur qartë se në rrethona tepër të vështira nuk kemi të bëjmë as me unifikim, as me diskutim, po kemi të bëjmë me përjashtim. Kosova ka njerëz. Kosova mund zgjedh dhe mund krijon zgjidhje. Mirë po jo me imponim një partijak duke kthy Kosovën, qeverinë, kuvendin, institucionet e saj në parti-shtet. Ju faleminderit. Partitë politike i përdoren mekanizma demokratik. Një mekanizëm demokratik për të ndalë një proces i cili e rrezikon në themel funksionimin e rendit kushtetues dhe protesta. Pasydyshim që edhe ai është opinion, edhe ai është veprim politik. Po sot jemi këtu me i thonë stop, me ndalë një seancë dhe mos me thirrë seancë tjetër. Zoti Kurti, ky subjekt politik nuk i ka 80 vota. Nuk ka një marrëveshje me partitë opozitare të cilat i përmenden konferencë për shtyp. Ai nuk e ka ftu Aleancën për Armiqnin e Kosovës dhe as nuk i ka referu për Aleanca për Armiqnin e Kosovës si subjekt politik me përfaqësim gjërë në Republikën e Kosovës, me një histori shtetformuese, është e brengosur, rrjedhimisht e mërzitur, për në një situatë e cila nuk reflekton në asnjë moment seriozitetin të cilin sot e ka vendi. Ky shtet dhe ky vend është mbrojt dhe është ndërtu me sakrificë dhe me gjak. Kjo demokraci është një demokraci për cilën kanë punu brez pas brezi. Nuk mujmë me një agjendë imponuese, totalisht njanshme, logjika autoritare, ndërtojmë institucione dhe thrasim për një institucion presidentit. Ju faleminderit. Ne nuk kemi pas ftesë, edhe ne mendojmë se Feride Rushiti ka gabu shumë që e ka pranu këtë situatë.
është bë pjesë e një instrumenti, e një spektakli që nuk do të sjell asgjë, se nuk janë të 10 vota, ju lutem. Nuk mundet në këtë vend, në këtë shtet, në këtë demokraci, në këtë parlament, me ardhë dikush me u bën në mënyrë arbitrare me 63 vota, pa marrë pjesë 80 vota. Atër pse kem folë për 4 muaj, ju lutem. Për çka është diskutu tema 80 votëshet? Ju kujtohet, Zoti Kurti thoshte nuk janë boll 81 vota, 82 vota, duhet 86 vota. Si ka mundësi për një moment me një njeri që thot 82 vota nuk janë mjaftueshëm, në një moment tjetër thot, jo, bëjnë me 63 vota. Jo, nuk do të ishin pranueshëm. Në asnjë rrethon nuk do të ishin pranueshëm për shkak se emrat nuk kanë ardhur si produkt i asaj që është proces konsultativ, i asaj që është proces i një marrëveshje politike, po kanë ardhur si imponim piknatës, duke i nënshtruar një rregulli dhe një urdhë puro partijak. Ju falenderoj.